Të gjithve na ka ndodhur apo jo? Jemi përpjekur të fitojmë një debat, vetëm për të kuptuar në fund se kemi dëmtuar një marrëdhënie. Sot do të zbërthejmë disa nga idetë më të fuqishme për marrëdhëniet njerëzore, direkt nga vepra klasike e Dale Carnegie-t. Qëllimi është të nxjerrim strategji praktike që mund t'i përdorim menjëherë. Le të hyjmë punës. Ky citat i vjetër e godet pikërisht në shenjë, apo jo? E kap në mënyrë perfekte atë ndjenjen e frustrimit që të gjithë e kemi provuar. Mendojmë se logjika dhe argumentet tona të forta duhet të fitojnë, por sa shpesh ndodh kjo në të vërtetë? Ky citat na kujton se betejë nuk fitohet vetëm me fakte. Dhe kjo na sjell tek parimi i parë, i cili në fillim mund të tingëllojë krejtësisht i gabuar. Për të fituar simpatinë e njerëzve, nuk duhet të mprehim argumentet tona. Përkundrazi, duhet të kuptojmë pse vetë debati është një rrugë pa krye. Vetë Carnegie e mësoi këtë në mënyrën më të vështirë. Imagjinoni pak skenën. Një darkë, dikush tregon një histori dhe citon diçka duke thënë se është nga Bibla. Por Carnegie e di, ai është absolutisht i sigurt se citati është nga Shakespeare dhe nuk përmbahet dot. E korrigjon aty për aty, para të gjithëve. Sigurisht, burri tjetër këmbëngull vendosen t'i drejtohen mikut Carnegie-t, një ekspert i vërtet i Shakespeare-it, dhe pikërisht atëherë ndodh diçka totalisht e papritur. Nën tavolinë, Carnegie ndjen një shkelm të fortë. Miku i tij e shikon dhe thot: "Dale, ti e ke gabim, zotëria ka të drejtë, citatimi është nga Bibla." Më vonë kur ishin vetëm, miku i tij pranon se Carnegie kishte të drejtë, por ai i jep një mësim që do t'i mbetej në mendje përgjithmonë. E pyet: "Pse duhet patjetër t'ia vërtetosh dikujt se e ka gabim? A e bën kjo gjë që të dojë më shumë?" Këshilla e tij ishte e thjeshtë por gjenjale. Gjithmonë shmange këndin e mprehtë. Kjo e ilustron në mënyrë perfekte pse debati është një situatë ku nuk fiton kurrë. Edhe nëse fiton, ke lënduar krenarinë e tjetrit dhe ke krijuar pakënaqësi. E nëse humbet, thjesht ke humbur. Në çdo rast, marrëdhënia ka pësuar një goditje. Dhe kështu ja ku arrim në parimin ton të parë thelbësor. E vetmja mënyrë për të dalë fitimtar nga një debat është të mos hysh fare në të. Trajtojeni si diçka që duhet shmangur me çdo kusht, si një gjarpër me zile në mes të rrugës. Pra, nëse debati është një rrugë pa krye, atëherë cila është alternativa? Tani kalojmë nga ajo që nuk duhet bërë tek strategjia jone e parë proaktive. Dhe gjithçka fillon me kuptimin e një dëshire thelbësore që na motivon të gjithëve. Rruga përpara, sipas Carnegie-t, fillon në momentin që ne ndalojmë së përqendruari tek vetja dhe fillojmë të pranojmë njërin nga forcat më të thella të natyrës njerëzore, dëshirën e ethshme për t'u ndier të rëndësishëm. 50.000. Çfarë përfaqëson ky numër kaq i jashtëzakonshëm? Ky ishte numri i njerëzve që politikani Jim Farley mund t'i thërriste me emrin e tyre të parë. Dhe kjo aftësi e pabesueshme ishte një nga sekretet kryesore të suksesit të tij, duke ndihmuar të vendoste Franklin D. Roosevelt në shtëpinë e bardhë. Vet Andrew Carnegie e zbuloi këtë parim kur ishte thjesht një djalë i vogël. Ai kishte lepuj, por nuk kishte çfarë t'u jepte për të ngrënë, dhe atëherë i lindi një ide thjesht geniale. U tha fëmijëve të lagjës: "Nëse mblidhni mjaftueshëm tërfil për të ushqyer lepujt, unë do t'i emërtoj ata për nderin tuaj." Dhe funksionoi si magji. Dhe ai kur nuk e harroi atë mësim. Vite më vonë, kur donte t'i shiste Shina Qelliku hekurdhuese së Pensilvanias, ai nuk u dërgoi thjesht një propozim. Ai ndërtoi një fabrikë të tërë qelliku dhe e quajti Edgar Thomson Steel Works, për nder të presidentit hekurdhues. Merreni me mend, se kujt ia bleu hekurdhua shinat e reja? Dhe këtu kristalizohet parimi ynë i dytë. Emri një personi nuk është thjesht një etiketë, është tingulli i identitetit të tij. Të kujtohesh se ta përdorësh atë është një nga komplimentet më të thjeshta por më të fuqishme që mund të bësh. Është vërtet muzika më e ëmbël për veshët e tyre. Okej, kemi mësuar të shmangim konfliktin dhe të përdorim fuqinë e një emri. Tani jemi gati për hapin tjetër. Kjo ka të bëjë me një ndryshim themelor, zhvendosjen e të gjithë fokusit të një bisede larg vetes. Carnegie tregon një histori për një darkë ku u hul pra një botanistit famshëm. Ai nuk dinte absolutisht asgjë për bimët. Përbëri diçka që mund ta bëj kushdo prej nesh. Ai thjesht dëgjoi. U bë një audiencë magjepsur, duke i bërë pyetje dhe duke inkurajuar botanistin të fliste për pasionin e tij për orë të tëra. Dhe ja ku vjen pjeca më e bukur. Në fund të mbrëmjes, botanisti i tha mikpritësit se Carnegie ishte një nga bashkëbiseduesit më interesant që kishte takuar ndonjëherë. Mendoni pak, Carnegie mezi kishte folur.
Ai thjesht ishte bërë një dëgjues i mrekullueshëm. Kjo nuk ishte një rastësi. Lider të mëdhenj si Theodore Roosevelt e zotëronin këtë sekret. Thuhet se para se të priste një vizitor, Roosevelt kalonte orë duke studiuar temën që ishte më e dashur për mysafirin e tij. Ai e dinte se rruga mbretërore drejt zemrës së dikujt është të flasësh për gjërat që ai person i vlerëson më shumë. Pra, çfarë mësuam këtu? E gjitha përmblidhet në një ide të vetme. Bëje bisedën për ta. Kjo do të thotë të jesh një dëgjues i mirë, ti inkurajosh të tjerët të flasin për veten e tyre dhe të gjesh se çfarë i apasionon ata, për t'u përqendruar pikërisht aty. Dhe tani, arrim tek ideja qendrore që i lidh të gjitha këto strategji së bashku. I gjithë ky kuadër, shmangja e debateve, përdorimi i emrave, dëgjimi me vëmendje, mbështetet mbi një ligj të vetëm dhe të fuqishëm të sjelljes njerëzore. Filozofi William James e tha më së miri: "Vini re fjalën që ai përdor, jo një dëshirë, por një dëshirë e zjarrt. Është një uri psikologjike. Kjo është forca lëvizte pas gjithçkaje. Kjo është arsyeja pse kritika dhe debati dështojnë dhe pse njohja dhe vlerësimi kanë një fuqi të jashtëzakonshme." Kjo nuk kërkon gjeste madhështore, as pak. Carnegie tregon histori të thjeshta, si për shembull komplimenti i sinqert për flokët e një nëpunuesi poste, gjë që ja ndriçoi ditën atij, ose admirimi i sinqert i një shtëpie të vjetër, gjë që çoi në një gjest të jashtëzakonshëm bujarje. Vlerësimi i sinqert ka fuqi magjike. Kjo tabel tregon dy rrugë krejtësisht të ndryshme. Nga njëra anë kemi qasjen tonë instinktive, të kundërshtojmë, të flasim për veten, të kritikojmë. Dhe nga ana tjetër, kemi qasjen e Carnegiet. Kërkon një ndryshim të vogël në perspektivë, por prodhon rezultate pafundësishme të mira: dëgjimi, vlerësimi dhe përqendrimi te tjetri. Pra, leti përmbledhim shpejt. Gjithçka fillon me shmangjen e konfliktit dhe përdorimin e magjisë së emrit të dikujt. Pastaj, bëhet fjalë për të dëgjuar më shumë se sa flasim dhe për të folur për interesat e tyre, jo tonat. Por në fund të ditës, të gjitha këto janë thjesht mënyra për të arritur te parimi kryesor. Gjeni mënyra të sinqerta për t'i bërë njerëzit të ndihen të vlerësuar. Kjo na lë me një pyetje të thjeshtë por të fuqishme. Këto parime nuk janë teori abstrakte, janë një thirrje për veprim. Kushdo qoftë, një koleg, një mik, një antar i familjes, kush është një person që mund të përfitojë nga një moment vlerësimi sinqert sot, veprimi fillon pikërisht tani.